Ndalemi tek zhvillimet e aktualitetit që kësaj here me sa duket na çojnë në selinë e Partisë Demokratike, atje ku ka patur zhvillime, debate, ndoshta deri edhe akuza midis palëve të ndryshme në raport se çfarë do të ndodhë për garën e kryetarit dhe për ndryshimet që do të bëhen në statut nga një grup pune i cili do të kryesohet nga kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi. Ka një protestë në datën 22 mars pasdite që sigurisht do të mbetet në vëmendje për të parë se cila do të jetë forma pas një shfaqje të qetë protestuesish në atë se çfarë ndodhi në datën 12 mars në seancën pra ku ishte edhe heqja ose jo e imunitetit për Belinda Ballukun, dhe kështu që gjitha këto zhvillime do të kem kënaqësinë që në vazhdim të diskutoj me zotin Lisandër Hoxha, antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Zoti Hoxha, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Kënaqësi gjithmonë kur flasim së bashku. Çfarë lloj gare do të jetë kjo në Partinë Demokratike, duke marrë parasysh se aty është deklaruar që për shembull për Ervin Saljanin thuhet që është vetë përjashtuar dhe nuk do të kandidojë, ky fundit thotë unë jam pjesë e partisë dhe kam të drejtën time. Deri tani nuk ka kryetar, nuk ka emra të tjerë, po themi në garën për kryetarin, po nga ana tjetër ka disa emra të cilat kanë dalë nga jashtë partisë që me sa duket nuk po merren në konsiderat nga brenda partisë. Deri në fund vetëm Berisha do të jetë kandidati i vetëm në këndvështrimin tuaj? Pyetje shumë e drejtë dhe do sqarim, por me lejen tënde do bëj një urim për besimtarët musliman. Kjo është një natë bajrami. I bashkohem. Besimtarët musliman sakrifikuan 30 ditë për hir të Perëndis, për hir të Zotit. Dhe unë uroj që dëshirat, sakrifica e tyre tu pranohet prej Zotit gjithësisë, dhe së dyti ta gëzojmë bajramin shqiptar dhe të jetë një fillim i ri i mirë për çdo familje. Tani, të kthehemi te kjo politika, tek çështjet toksore. Po. Garat Partinë Demokratike sanksionohen në statut. Statuti përcakton se kush ka drejt garoj. Ngrihet një komision i posaçëm, i cili merret vetëm me procedurat e garës, mund të aplikojnë 2000 njerëz. Sigurisht është e panatyrshme të kesh 2000 veta në garë. Për këtë arsye do ketë një filtrim figurave. Në fund ditës është vendim politik, vendimi për të kandiduar i personit, por kërkon një lloj stature, kërkon një lloj standardi të caktuar, cilin përgjithsisht komisionet e kanë respektuar. Tani, kush ka drejt kandidoj sipas statutit për te retorikave politike? Çdo antar i Partisë Demokratike i lindet drejta për të kandiduar për kryetarin e PD-s. Kjo është e sankcionuar. A është Ervin Saljani antar i Partisë Demokratike, zoti Hoxha? Në djenin time, ai është antar i Partisë Demokratike, vetëm qoftë se Ervin Saljani ka bërë kërkesë me shkrim pranë PD-s që dëshiron të mos jetë më antar, apo ka thyrë disiplinën në mënyrë të tillë që Komisioni i Etikës në Partinë Demokratike të ketë marrë një masë për përjashtimin e tij nga partia, gjë për cilën unë nuk kam informacion dhe nuk di të jetë mbledhur. Në këtë kontekst, unë nuk mbështes asnjë lloj retorike politike apo opinionet kujdo qofshin, sepse mendoj që PD-ja para çdo gare dhe pas çdo gare duhet ruaj një klim bashkimi dhe bashkëpunimi. Kjo i bën mirë PD-s. Konfliktet, debatet i bëjnë mirë PD-s. Konfliktet nuk i bëjnë mirë Partisë Demokratike dhe PD-ja është e ngopur me debatet brendshme, me konfliktet brendshme, të cilat nuk mendoj se janë interesi publik, sepse njerëzit sot që flasin po drejtohen nga qeveria më e papërgjegjshme e Europës dhe po paguajnë çmimin e naftës më shtrenjtë se Franca dhe Gjermania. Tani që erdha, pashë e kishin rritur prapë çmimin e naftës, këta spekulantët tanë, që vendosin tavolinë një grup trafikantësh nafte, që vendosin tavolinë me miratimin e qeverisë çmimin e naftës, dhe kjo s'ndodh kurkund në Europë. Duhet të mësojmë fort kësaj se është halli i qytetarëve, e kanë çuar me 214 lekë, ndërkohë që në bursë ajo rritja fillestare filloi të tkurret dhe është diku te $101 për fuqi. Pra nuk është më ai çmimi që pretendoi se këta duhet arrisin etj. Asnjë mas nuk merr qeveria ndaj. Për mbrojtjen e biznesit, për mbrojtjen e prodhimit, për mbrojtjen e qytetarëve shqiptar, por e ka lënë mëshirë të fatit. Përkundrazi, Kroacia, Hungaria, Austria, Polonia dhe 10 shtete të tjera kanë vënë tavan dhe kanë marrë masa konkrete dhe e blejnë sot të paktën 70 deri në 80 cent apo 100 lek më pak se shqiptarët një litër naftë. E kupton? Pra kjo është situata. PD-ja ka të mirat, ka problemet e veta, natyrisht që fokusi nuk është gara për kryetarin e partisë. Pse besi nuk është fokusi për kryetarin e partisë? Nëse thonë nuk është fokusi, do të thotë që aty nuk pas ka garë se të vjetë se kush do fitojë në fund. Shiko, Sali Berisha është lideri i Partisë Demokratike. Nuk është vetëm kryetari në radhë, kryetari në detyrë sot. Është lideri i PD-s. E ka farktuar emrin e vet me ulje ngritet e veta,
me 1001 probleme mbi kurriz, ka qenë president republike 2 herë, ka qenë 2 herë kryeministër, ka patur një karrierë të vështirë politike dhe ka një vend caktuar në mesin e demokratëve. Absolutisht që sa kohë të jetë aktiv në politik, edhe sikur të vendosit mos merret më me politik fare, sa kohë të jetë prezent në jetën publike, do jetë njeriu që demokratët do e pyesin më shumë. Edhe sikur thot, unë nuk dua të jem kryetari i PD-s. A duhet prap do shkojnë demokratët të jetë kryetari i PD-s, zoti Hoxha, se ju thoni që ai ka qenë përbashkimi i Partisë Demokratike, po në këto zgjedhjet e fundit u tregua që ky përbashkim me sa duket nuk ishte i mjaftueshëm për të fituar zgjedhjet. Këtu po. Këtu po dhe ne kemi diskutuar shpesh herë bashkë. Rithemelimi nuk u bë dot. Rithemelimi u kushzua nga grupi parlamentar. Për pasojë, ne kemi një bashkim mekanik të diktuar nga grupi parlamentar kur u bashkua, i cili nuk prodhoi në gjë të madhe. Ne do duhet të riformatojmë PD-n dhe duhet gjejmë zgjidhje politike. Kjo është moment mençurie, nuk është problemi kush do ta mundi Sali Berishën, nuk është ky halli demokratëve. S'kan hall demokratët mundin Berishën, demokratët janë me Berishën aty. Atë ndoqën që e ribashkuan PD-n, e cila u hodh në prua nga Lulzim Basha. Problemi është çfarë mekanizmi do përdorim. A do kemi formulën e Berlusconit, i cili ishte babai i djathtës italiane, vendosi të bashkojë djathtën, nxori Melonin kandidate për kryeministër dhe morën qeverinë. Pra, këtu duhet të jetë problemi i djathtës. Nuk është problemi i djathtës kush bëhet kryetari i PD-s kur lideri historik del nga. S'ka diskutim aty fare. Për mua kot lodhemi në këtë pjesë. Kush do jetë ekipi i qeverisës? Si do të manifestohet PD-ja me ide dhe me njerëz? A do kemi ndryshim rrënjësor strukturash? Se sot strukturat nuk janë maksimumin e tyre. Me drejt më tha një mik, ore vetëm Berisha punon të ju? Me drejt më tha, sepse punon. Problemi është se nuk delegojnë punë të tjerët dhe nuk i thrasin antarët e Këshillit Kombëtar. Jo, po ka struktura partia. Ka struktura partia, ka nënkryetar, ka sekretar përgjithshëm, ka sekretar organizativ. Dhe momentin që nuk menaxhohet mirë struktura, sigurisht krijon deficite, krijon mos realizime objektivash dhe në këtë fazë unë mendoj që PD-ja ka nevojë për një ndryshim rrënjësor të mënyrës organizimit. Nuk e ka problemin tek kryetari, nuk çalon nga kryetari PD-ja. PD-ja çalon nga ekipi. Çalon nga mënyra se si duhet organizuar dhe si vihet pushtet. Çalon nga struktura që duhet ndërtohen. Ne kemi një model prej vitit 92 të njëjtë me 2026-ën, me seksione, me grup seksione. Kjo edhe në varësi të kodit zgjedhor, sepse vetë kodi dikton një parti shumë të madhe me një antarësi shumë madhe e cila pastaj bie në cilësi, se i detyruar të kesh 4-5 njerëz për komisione votimi, jo numrimi, jo vëzhgimi zgjedhjeve, dhe ne po flasim për 5800 ca kuti që ka Shqipëria, imagjino çfarë numër antarësh aktiv do duhet kesh. Dhe nga një parti që prodhon ide, kjo vlen edhe për PS-n, se të voglat nuk i kanë për masa tona, nga një parti që prodhon ide politike, debate politike, platforma politike, kthesh në një parti numrash pastaj, cilët antarët pastaj janë shumë të vlefshëm në protesta, në duartrokitje në salla, por nuk prodhojnë dot atë që një parti politike i duhet prodhojë për të qenë e mirëpritur në shoqëri, e njohur me politikat e saj me radhë. A jeni ju në dieni se ka nisur një krehje e listave të antarësisë së Partisë Demokratike me qëllim për të larguar ata që mund të mos mbështesin Sali Berishën në garën për kryetar, zoti Hoxha? Nuk jam dieni ti fakti dhe nëse është duke ndodhur, më thoni ku referohet. Jo, është zoti Saljani dhe të tjerë të cilët e sjellin dhe kandidatë të tjerë të cilët deri në këtë moment pavarësisht se nuk janë bërë ndoshta ende zyrtar dhe nuk ja vlen që t'i sjellim në diskutim, po thonë që ka nisur një çështje e tillë në mënyrë që të bëhet një. I ftoj t'i bëjmë publike se ky do ishte skandal. Askush nuk largohet nga një parti politike përveç se kur vdes, kur bën kërkesë me shkrim që nuk dua të jem më antar dhe kur thyen disiplinën dhe është marrë masë disiplinore sipas statutit ndaj tij. Këto janë pikat të cilat i sanksionon statuti i PD-s. Çdo pretendim i kësaj natyre duhet shoqërohet me prova. Dhe kush e bën këtë punë shkel statutin e PD-s dhe natyrisht ka shkelur interesin e çdo demokrati. Pastrimi i listave me njerëz që mund të kenë ndruar jetë, kjo është një gjë krejt normale, s'është, po pjesa tjetër nuk kam informacion kësaj natyre. Ju do të mbështesni zotin Berisha apo do të prisni të shikoni edhe kandidaturat të tjera për çështjen e postit kryetarit, zoti Hoxha? Unë mendoj që gjëja më e rëndësishme sot është kush është strategjia politike, ora si do ecim përpara. Kemi një narkoregjim përpara. Kemi një Shqipëri në krizë. Nuk është halli shqiptarëve a do jetë lider historik në krye të PD-s apo nuk do jetë lider historik. Një opozitë e fortë ose e dobët relativisht ndikon drejt për së drejtit, ekse si më pas qeverisit edhe... Do të mbështes
projektin politik që kërkon transformimin e Shqipërisë. Këtë projekt politik pres ta shoh. Unë e kam shtetur zotin Berisha kur Berisha s'kishte asnjë shans t'ja dilte BTS ti, pra pa asnjë lloj interesi, sepse jam i tillë, jam parimor dhe mendoj që kishte drejt në atë moment kur u ngrit dhe kërkoi rithemelimin e Partisë Demokratike. Në këtë fazë, unë nuk është se nuk po e mbështes zotin Berisha, por dua të shikoj projektin politik sepse unë për veten time po mbështes fuqimisht, publikisht prej kohësh pastrimin e politikës në tërësi. Pastrimi i politikës është jetike për të ardhmen e vendit tonë. Sot politika është kthyer model suksesi. Nëse ke lidhje me politikën, të ecë mirë biznesi, punësohesh, shkon shkollat më të mira, bëhet jeta vaj. Edhe opozita si shkon kështu zoti Hoxha? Se politika përfshin qeveri dhe opozitë. Në një sistem që është narko-regjim, regjim i narkosit, është vështirë gjesh institucione puritane. Unë për këtë arsye kam çuar propozim Këshillin Kombëtar që them janë pa pajtueshmëri me mandatin, të gjithë ata politikan në nivelet e larta strukturat drejtuese të PD-s, cilët gjenden tendera me qeverinë më të korruptuar të Evropës. Nuk ka qenë lehtë për mua kjo gjë. Por pasioni me cilin lidh me politikën. Zoti Hoxha? I takon strukturave, unë nuk jam prokuror as polici. Jo, në momentin që bëni një propozim, do të që keni indicie se propozimi pa një farë baze fillestare. Në një regjim ka institucione regjimi. A themi që është regjim? A themi është narkoregjim? A themi ka kapur gjitha pushtetet? A themi që dikton gjithë mesazhet publike? A themi që ka lidhje mes politikanëve të caktuar, pa i hyrë detajeve, se nuk ka qenë gjyti shtrigash. Ky është një standard që e kërkojnë qytetarët shqiptarë, se nuk je për shqiptarin e zakonshëm, nuk je opozitar, nëse yt vëlla merr tendera me Belinda Ballukun dhe shkon dhe i çak e hallin njerëzve. Kjo ka qenë dëshira ime. Dhe këtë dëshirë time manifestojnë dhe qytetarët shqiptarë. Dua një politik të pastër, është jetike për shqiptarët që të kenë një politik të pastër. Sigurisht nuk është e lehtë, por ka njerëz si unë që e mbështesin këtë dhe unë isha një nga këta njerëzit që çova propozimin. I takon strukturave të PD-s tashmë të kërkojnë zbatimin e saj dhe të shikojnë rast pas rasti çdo person në mënyrë që ne të themi nuk jemi si rilindja, po jemi e kundërta e saj, duam të rrëzojmë ta dhe të ndrojmë qeverisjen e këtyre me një model qeverisje krejt tjetër. Kjo është gjëja më normale besi dhe kjo duhet mbështetur publikisht nga çdo person i lirë i këtij vendi. Jo gjithë njerëzit janë të lirë besi. Se këtu vra protesta. Nuk ke shoqëri civile sot. Detyrohet Partia Demokratike të bëjë dhe shoqërinë civile. Mund ndodh çdo lloj skandali dhe nuk ke reagim civil më, se kokat e asaj që dikur ishte dhe ishim mësuar për 20 vite të shikonim shoqëri civile, njerëz që reagonin të fushave të ndryshme, i mori një nga një dhe i sistemoi. Ndaçte Arti, që i mori i Doroviti aty për teatrin kombëtar, ndaç mjeksi, ndaç në arsim, pra çdo zë kritik në tërësi ndaj qeverive, jo ndaj të majtëve apo të djathëve, si thot Rama, mbyllin gojen, sepse ky ka kapur sistemin. Prandaj ka qenë e vështirë dhe rotacioni politik. E qartë. Duhet dalëm pak tek raporti i Partisë Demokratike me ndërkombëtarët, duke u përqendruar tek disa deklarata që zoti Berisha bëri ndaj ambasadorit të Bashkimit Evropian në vendin tonë Silvio Gonzato, të cilin e quajti si një ambasador në shërbim të Edi Ramos, më pas ky fundit reagoi për media duke thënë se deklaratat e kreut Partisë Demokratike të Shqipërisë janë spekulime. Duke marrë parasysh marrëdhëniet që Selia e PD zyrtare ka patur jo në ditët e saj më të mira, le të themi, me faktorin ndërkombëtar gjatë viteve të fundit. Me faktorin apo me element caktuar, se ka faktori ndërkombëtar shumë i gjerë. Jo, element caktuar në ngrata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë përshtypjen që SBA janë aleati jonë strategjik. Deklaratat në raport me Bashkimin Evropian dhe me ambasadorin si përfaqësues në këtë rast zoti Hoxha janë edhe kjo kanë përshtypjen moment për të diskutuar dhe me domethënie. Kryetari i PD-s do ketë patur informacione përderisa e ka bërë publike. Tani është më e hishme të fliste apo mos fliste. Nëse ka ndodhur ajo që thotë zoti Berisha është skandal i madh. Dhe është e papranueshme që një përfaqësues i paanshëm të komentoj në mënyrë jo të ndershme situata caktuara dhe përmes këtij komentimi të krijojë deficite për dikën dhe suport për dikë tjetër. A ka ndodhur këto në Shqipëri? Po ka ndodhur, me rastin e Mogherinit. A ishte Mogherini përfaqësuesja e madhe e Europës e tjerë, kjo Mikesha e Ramës që përqafonte Ramën. Ju kujtohet apo jo? Mogherini akuzohet për korrupsion. Akuzohet për korrupsion madhor dhe është ndjekje penale në Bruxelles, dhe Mogherini është qerasur në Shqipëri me një 30 milion euro, i kanë dhënë ca godina qytet studenti, i kanë marrë duke falsifikuar letrat në mënyrë të paligjshme dhe është skandal në vete, dhe sigurisht do ta hetoj Bruxelli këtë rast. A ka të tillë me Goni Galer
në qarkullim, sa të duash, e kush është më e hishme për PD-n, të mbylli gojën dhe të pranoj të dëmtohet interesi i saj dhe i votuesve të saj dhe i qytetarëve shqiptarë për shkak të anësisë dikujt, apo të flasë. Unë gjykoj që duhet të flasë. Dhe duhet të flasë dhe duhet nxjerrë dhe fakte për secilin prej atyre që vinë Shqipëri me ushkure dhe ikin prej Shqipërisë me thasë kurriz. E dini ju sa garë bëhet për të ardhur ambasador në Shqipëri për shtetet caktuara? Një 2-3 veta aplikojnë për shkuar në Zvicër e në Francë, 20-30 veta vinë për Shqipëri, se jam mësuar, i mbajnë mirë këtu. Në qartë. Pra, jo, kjo s'është e qartë, kjo është shumë e keqe për vendin. E qartë kjo që thash. Shumë e keqe për vendin tonë. Nuk thashe drejt, thashe qartë. Shumë e keqe për vendin tonë, se dakord. Duhet ndalen pak tek protesta e datës 22 mars. Çfarë lloj proteste do të jetë ajo, se këtu tani duhet ndalen pak tek një lloj, nuk e di nëse mund të quhet paradoks, po ka një lloj, po themi, dyzimi në deklaratat. Fillimisht, kur është çështja për të reaguar në raport me qeverinë në formën e Molotovit apo në formën e tjetër të fuqishme siç mund të jenë hedhja fishek zjarreve, flakadanëve, Partia Demokratike, opozita, drejtuesit e protestës thonë që kjo është forma dhe është reagimi i qytetarëve në dorë të tyre, ne skemi çfarë u bëjmë, ata duan të reagojnë ashtu. Kur ndodhi protesta përpara parlamentit, që ishte dita e diskutimit të imunitetit të zonës Balluku, nën kryetari i PD-s, Luciano Boçi, që kisha të ftuar, tha protesta ishte e qetë, ne menaxhuam sepse na e kërkoi faktori ndërkombëtar në mënyrë që të mos zhvendosej vëmendja nga ajo që po ndodh brenda Kuvendit të Shqipërisë. Tani e menaxhojnë protestuesit protestën e Partisë Demokratike apo e menaxhon Partia Demokratike protestën e protestuesve? Bashkarisht, të dy bashkë, edhe protestuesit, edhe drejtuesit politik, influencojnë mënyrat se si protesta duhet zhvilluar. Edhe unë nuk mendoj që ka patur një problem thelbësor të gjitha protestat e PD-s, për sa kohë nuk lëndohen qytetarë, nuk lëndohen polic, nuk lëndohen bizneset, nuk dëmtohen bizneset, mendoj që nuk ka patur probleme dhe janë protesta krejt normale. Po të marrësh protestat në Paris, në Rom, në Maqedoninë e Veriut, Shkup, në Prishtinë, në Athinë, shikojnë që niveli i agravimit qytetarëve për çështje krejt më minore është disa herë më i lartë si qytetarëve shqiptarë, si opozitarëve, të cilët kanë kapur me duar në thes zëvendës kryeministren Balluku, duke i shpërndar tendrat me SMS dhe kanë kapur qeverinë të fshehur pas kartonave, duke penguar prokurorinë që të bëjë detyrën e vet dhe t'i çojë në burg të hajdut. Pra, përballë këtij skandali, reagimi civil ka qenë më së i moderuar. Ditën e parlamentit, ku qeveria doli zbuluar si atentatore ndaj kësaj drejtësisë re, për cilën thoshin se këta e bën dhe këta nuk mbaj njeri dhe kush ka ngrënë dardha pas kurrizit të Edi Ramës duhet shkojë të merret me drejtësinë, vërtetuan se kësaj radhe kishte ngrënë Belinda dhe Edi dardha pas kurrizit shqiptarëve, dhe kur vjen puna te vetja e vet, zotëria do bëjë gjithçka, do përdori çdo lloj mekanizmi për ta falimentuar këtë drejtësinë e re. Në këtë aspekt, kjo lloj hipokrizie e zotit Rama, i cili ka filluar dhe ankohet tashmë për politikat e rënduara penale, harron kodoshi që ka çuar prapa hekurave si hajdut, që nuk janë hajdut, njerëz që kishin detyrime kontraktuale ndaj OSHE-s dhe ka qenë një veprim i cili është antikushtetues dhe nuk mund ndodhë dhe nuk duhet ndodhë më në Shqipëri. Ky kryeministri që thoshte burg për çdo gjë, kur vjen puna të japi llogari për veten e tij, vihet në këto pozita që fshihet pas kartonave, por nuk kam parë në historinë e Europës një qeveri e cila të bëj këtë që bëri Edi Rama dhe nuk kam parë s'dyti askënd në botë i cili tjetë në akuzë dhe të shpëtoj akuzave me kartona. Është e destinuar të shkojnë në burg Belinda, janë destinuar të shkojnë në burg ata që kanë bashkëpunuar me Belindën dhe shefi i Belindës. Kjo është vonë, por është e sigurt. Dhe si do të protestohet të shtunë në kuadër të dielën në kuadër këtyre akuzave, zoti Hoxha? Unë gjej rastin të ftoj çdo qytetar që me 12 mars në orën 18 të jetë në shesh, të bëj rezistencë, të bëj qëndres dhe ftoj dhe Partinë Demokratike që këto protestat t'i bëjmë shumë më të shpeshta, mundësisht ditore, në mënyrë që presioni publik tjetë maksimumin e vetë, se ky është roli i opozitës, ne s'kemi ç'bëjmë tjetër përveç protestave, dhe jehona e protestave tona të shkojë dhe të buqas në gjitha kancelarit e vendeve mike, në mënyrë që dhe suporti tyre, i cili tashmë nuk është i vogël, është shumë i madh, tjetë maksimumin e vetë. Edi Rama nuk shpëton dot me asnjë lloj makinacioni, me asnjë lloj mekanizmi, me asnjë lloj megonigali nga çështjet e veta penale. Edi Rama e ka fatin në burg për shkak se ka vjedhur, është kapur në vjedhje, ka filluar të mbrojë bashkëpunëtorët, është vetë turpruar para gjithë miqve tanë ndërkombëtar dhe shqiptarëve,
dhe fundin e tij e ka të sigurt aty ku e meriton. E qartë. Po, nga ana tjetër, jeni të gjithë të përfshirë në organizimin e këtyre protestave që organizon Partia Demokratike, zoti Hoxha, dhe keni një përgjigje se kemi diskutuar edhe në intervistën tjetër që kemi patur së bashku që nuk është mbledhur prej kohësh Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike si organi më i lartë vendimmarrës i tij. Ju keni një përgjigje sepse nuk mbledhet Këshilli? Është mbledhur Këshilli para disa muajsh, nuk është Me një mbledhur. çështje të vetme që ishte një protestë e afërt dhe nuk u diskutua asgjë nga shumë çështje që Nuk është mbledhur, mendoj që mirë do ishte edhe të mblidhej Këshilli dhe sigurisht me qenë se jemi në klimë zgjedhore tashmë brenda partisë, se kjo është një klimë zgjedhore tashmë. Me 23 maj kemi garën për kryetar partie, me 6 qershor është gara për Këshillin e ri kombëtar, pas një jave do bëhet për kryesinë e re etj. Sigurisht që edhe mbledhja e saj, ndoshta me karakter organizativ të këtyre protestave dhe qëndresës, mirë do ishte s'ka asgjë të keqe. Madje secili prej anëtarëve të Këshillit Kombëtar mund të ketë ide se si protesta mund të bëhet më e mirë, mund të ketë ide se si organizimi të bëhet më gjithëpërfshirës, jo një grup i vogël të menaxhojë gjithçka, por me sa duket ka patur edhe çështje të tjera, vizita jashtë Shqipërisë të kryetarit, të pjesës tjetër të drejtuesve, të cilët ndoshta ja kanë pamundësuar këtë mbledhje. Unë shoh të arsyeshme që të mblidhet, mund të mblidhet. A duhet hiqet Neni Basha që me gjas do të ndodh nga statuti i Partisë Demokratike dhe kush mban përgjegjësi për mos mbajtjen ose mos zbatimin e atij Nenit të statutit që në një farë mënyrë statuti i një partie politike është kushtetuta e atij organizmi politik. Madje unë nuk jam për heqjen, unë jam për sanksionim. 2 mandate, asnjë kryetar më shumë. Nuk flitet për këtë kryetarin që është sot për zotin Berisha. PD-ja do ekzistojë edhe pas 100 vitesh. Këtë aspekt duhet bërë në statut PD-s. Jo kryetar më shumë se 2 mandate. Çfarë do lloj arsye, humbe, fitove, nuk ka rëndësi. Edhe kryetari që i fiton 2 herë zgjedhjet nuk duhet të jetë më kryetar partie, ky është opinionim. Pra çdo 2 mandate do duhet zëvendësuar kryetari, do duhet zëvendësuar ekipi në mënyrë që mos krijosh stresa njerëzish që s'duan të ikin kurrë nga politika dhe njerëz që duan të hyjnë politikë. Se kjo pastaj krijon probleme. Dhe unë mendoj që gjëja më e mirë që i shërben Partisë Demokratike në tërësi politikës është qarkullimi i vazhdueshëm i elitave. Politika nuk është profesion për të vjedhur, politika është profesion për të shërbyer. Dhe njeriu edhe kur shërben për një periudhë caktuar kohe, më i miri qoftë krijon konsum. Në këtë aspekt qarkullimi është i domosdoshëm për secilin prej politikanëve në Shqipëri. A ka sot emra nga të rinjtë e Partisë Demokratike që i shikonin që në të ardhmen mund të marrin kryesimin e kësaj force politike, zoti Hoxha, duke nisur nga ju? Si ambicie personale? Që sot shoh përfshirë dhe veten time. Nevojën për të marrë përgjegjësi publike dhe për t'i dalë zot vendit, sepse kjo është arsye pse angazhohem politik. Deri në postën e kryetarit? Në çdo lloj pozicioni. Që sot shoh shumicën e trinjve politik, përfshirë dhe veten time, gatshëm për t'i dhënë Shqipërisë maksimumin me politikat e djathta. Por mënyra se si shkohet aty nuk është çështje karrigësh, që a do të doje të merrje këtë post. Është një mënyrë politike e cila kërkon pjekurinë e momentit, që shumica e atyre që kanë sot përgjegjësi të kuptojnë se kush duhet të jetë forma jonë organizimit. E kanë ata pjekurinë, zoti? Mendoj që nevoja e kohës ua stimulon secilit prej. Në fakt stimulim është, sepse sot ka një kërkesë madhore për të patur trim politik. Ka një kërkesë madhore nga qytetarët dhe listat e hapura, që nuk është mënyra më e mirë të votuarit, sepse në fund ditës promovojnë ata që kanë më shumë para. Ishte një nevojë për të pësuar transformim politika. Nuk ishte nevojë tjetër, pra qytetarët kanë mbështetur këtë model votimi vetëm e vetëm për të çuar përpara djem si besi dhe për të hequr disa njerëz cilët pavarësisht kontributit që su hiqet asnjë presë në kontributin që kanë shumë kohë në politikë. Në këtë aspekt, pa e patur personale më askënd, si majtas, si djathtas, forma që unë parapëlqej është kjo formë. Ka të tjerë që kanë mendime të tjera, hajde të diskutojmë. E qartë. Shumë faleminderit për këtë minuta, zoti Hoxha. Faleminderit.